këto masat ajrore po ndryshojnë shumë shpejt njëra me tjetrën. Do ta specifikoja deri në datën 14 shkurt motin të paqëndrueshëm. Edhe pse gjatë këtij intervali kohor, 14 ditëve do kemi ndonjë ditë ku do të ketë diell, pjesa më e madhe e këtyre ditëve nuk do të jetë e thatë, por do të jetë e lagësht me prezencë të reshjeve. Shkurti për nga ana klimatike në fakt është muaj shumë i thatë krahasuar me janarin që ka normat mujore shumë të larta, parashikohet që ky muaj të ketë reshje sa norma dhe në disa zona do të kalohen normat mujore. Parashikohet që vetëm java e fundit e shkurtit të jetë disi më qëndrueshme dhe më e thatë, më pas deri nga data 17-18 reshje do të jenë prezente, të gjitha reshjet që na kanë munguar përgjatë tetorit, pjesërisht nëntori, dhjetori, u fokusua në janar dhe në shkurt. Shkurti i shkurtër thon Lajda, po me sa duket që ka shkurti intensiv përse i përket kushteve klimatike. Po, është një shkurt ndryshe, ne jemi mësuar në fakt që përgjatë shkurtit moti të jetë kryesisht i thatë, janë shumë pak ditët me reshje, zakonisht nëse marrim edhe në këto 10 apo 20 viteve të fundit, kemi pasur her pas here ndonjë episod të ftohtë, por që ka qenë i thatë pa reshje, ky shkurt do t'i ketë shumë prezente, nuk ka sinjale që do bëhet nami për një fenomen atmosferik të paktën gjatë kësaj jave, sepse ne do jemi sërish her pas here në lidhje në kemi afrimin e një fenomeni, duke qenë se fenomenet 3-4 ditë përpara janë që sjellin këto reshjet intensive, për momentin reshjet janë me intensitete mesatare, i vetmi alarm që do thoja ose kujdes më saktë, jo alarm, është parametri i erës i cili do të jetë të mërkurër, shumë problematik, pra do jetë një erë shumë e fortë, kjo edhe në tokë edhe në det, do ketë pa diskutim pezullim të trafiku detar dhe gjithashtu ka një përcim tjetër të erës i cili do të jetë midis të shtunës në mbrëmje dhe ditën e diel. Temperaturat e larta do na duket si një atmosferë vjeshte, sepse do jetë shumë ngrohtë edhe pse reshjet do jenë prezente, por nuk do ta kemi atë ditën e cila do rrezatojë vetëm diell. Ka një shkëputje, është një parashikim afatgjat në fakt që data 14 shkurt të jetë pa reshje, por duke qenë se ne jemi mjaft larg deri atëherë, nuk e di se si do të kenë ndryshimet e parametrave të klimës në vijim, por ka një datë që të paktën gjysmë e 13 dhe 14 shkurtit të jetë pa reshje. E po mirë se duhet ajo datë, Lajda. Po patjetër, atë mendoj që dalin të shijojnë edhe mimoza që tashmë kanë çelur, le të themi që paraprakisht duket si një ditë e thatë pa reshje, por ne do jemi prapë bashkë ku të afrohen ato ditët për dhënë edhe detajet. Dhe si mbyllet muaji shkurt, Lajda, nëse kemi një parashikim, pra mbyllet ashtu si kurse nisën me temperatura her minus, her 17, si kurse ti e the që do të jetë dita e martë, e më pas me reshje deri të datë 13-14 shkurt,